Allah shpëlqet hoq, pyetja Romës, Selamu alejkum hoqë nderuar. A lejo të luhet sham, pasi që dalë disa thojë të e disa thojë jo, Allahu e shpëlqet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e shahut është çështje e diskutueshme në mesin e dietarëve. Disa thojnë lejohet me kushte, disa thojnë se nuk lejohet hiç, as me kushte as pa kushte. Unë mendoj se argumentet më të forta janë që lejohet me lut me kushte. Nëse eliminohen të gjitha gjënohet, të gjitha gabimet lejohet. Nëse nuk eliminohen të gjitha gabimet, nuk lejohet. Cilat janë ato gabime? Gabimi i parë është me lut me pare, kjo është e padiskutueshme. Gabimi i dytë është me lut shumë me çukohen kot, se është lojë. Lejohet me lut pak, ama jo me lut për namazit, me shkruaj namazin, me bashku namazin, se s'po di ku më lutë. Më thënë, kjo është një pengesë. Pengesë tjetër janë figurat që ka ndalesë për në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më konë si kalje, si tjera, pastaj me simbolet të feve të tjera, du të mi eliminu ato. Pastaj kanë përmend dietar gjithashtu me i hiq fjalët matë që llogaritet gjuhën arabe vdiq, ose aty s'ka vdek kërkosh, më thonë është shprehje e rreshme. Mos me pas inati masalena se kur luhet tara me të mujtë në trikosh e që jam mërë inati vete, po edhe atina, se s'ka mujtë, menoj Allah di mas mire se më të saktë është që nëse eliminohen të gjitha pengesat, mëkatet, me lutjen thjesht nuk është gjuna, wallahu a'lam.